Pas miratimit të buxhetit të rishikuar nga Parlamenti, do të rinis puna për rrugën që lidh Lushnjën me qytetin e Beratit. Për kryeministrin, i cili ka inspektuar disa projekte që ka nisur të zbatohen në qytetin e Lushnjës, ndërtimi i kësaj rruge që lidh dy qytetet do të sjellë përfitime ekonomike për të dyja bashkitë. Në 7 muajt në vijim për qytetin e Lushnjës është parashikuar të investohet rreth 237 milion lekë për ndërtimin e rrugës hyrëse si dhe për sheshin qendror të Lushnjës. Jemi zotuar që do të bëjmë për Lushnjën që nuk është bërë për 20 vjet dhe do ta bëjmë. Dhe qoftë edhe ky hap i parë, që është vetëm fillimi, është një investim i konsiderueshëm që Lushnja nuk e merrte prej shumë vitesh të marrë së bashku nga qeveria në Tiranë. Sot janë praktikisht 18.000 metra katror të një hapësire publike që ju e keni parasysh se në drejgje ishte, që kanë hyrë në rrugën e një transformimi europian dhe ky shesh do të bëhet një nga sheshet më të bukur të Shqipërisë dhe do të jetë një nga pikat më tërheqëse të takimit për qytetarët. Kryeministri premtoi se me buxhetin e rishikuar, po shihet mundësia dhe për ndërtimin e rrugës që lidh Lushnjën me Karbunarën, investim që sipas tij jo vetëm do të krijojë kushte normale për qarkullimin e automjeteve, por do të jetë një vlerë shtuar dhe nga pikpamja ekonomike dhe sociale për këtë zonë.